Përshëndetje për gjithë. Pas përfundimit të shërtimit gjyqësor, trupi gjykues gjatë këshillimit ka vlerësuar se nuk nevojitet që përsëri të rihapet shërtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës apo për sqarimin e ndonjë çështje konkrete. Prandaj, trupi gjykues një zërin në emër të popullit me datën 28 maj 2025 merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Jeton Vllasaliu dhe Nexhat Vllasaliu janë fajtor për shkak të veprave penale të kryera në bashkëkryer dhe atë veprën penale vrasje e rënd të sankcionuar me nenin 173 paragrafit 1, pika 1.6 dhe 1.4 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprën penale dëmtimi varreve apo kufomave të sankcionuar me nenin 413 paragrafit 2 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj kjo gjykat, në bazë të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Të akuzuarve në dënimin e shqiptuar ju llogaritet edhe koha kaluar në masën e paraburgimit, ashtu që të akuzuarit Jeton Vllasaliu i llogaritet koha kaluar në paraburgim nga data 13 prill 2021, ndërsa të akuzuarit Nexhat Vllasaliu nga data 18 gusht 2022. Obligohet secili akuzuarve që veç të paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe atë në emër të paushallit gjyqësor në shumën prej 300 euro, si dhe në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit në shumën prej 50 euro, ashtu që në tërësi shumën prej 350 euro obligohen të paguajnë brenda afatit prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. Të dëmtuarit Vedat Rexhepi, Teuta Rexhepi, Adnan Rexhepi dhe Dardane Shyti për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. Ndërsa bazuar në nenin 366 paragrafit 1 nën paragrafin 1.1 të Kodit Procedurës Penale, me akt vendim të veçantë të akuzuarve ju vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin persona të autorizuar brenda 30 ditësh nga dita e pranimit të kopjes së këtij aktgjykimi. Ankesa bëhet përmes kësaj gjykate për gjykatën e apelit në Prishtinë. Ky aktgjykim mbështetet në provat e administruar në shërtim gjyqësor, të cilat kanë ofruar të dhëna relevante për të marrë një aktgjykim të drejtë dhe të ligjshëm, ndërsa për arsyet e detajuara do të njoftoni me rastin e pranimit të kopjes së aktgjykimit. Kjo është vendimi. Pas një procesit të gjatë, natyrisht të dëmshëm për familjen e dëmtuar, një proces i cili u shoqërua me shumë sfida e përpjekje për të ardhur të drejtësia. Sot familja e dëmtuar mori së paku një satisfaksion moral për dënimin që shqiptua atyre që bën gjithçka për ta mbuluar një krem. Sot drejtësia foli, sot plagët janë më të lehta, ndërkaq dënimi i shqiptuar është dënimi i pritur për cilin kemi punuar. Nuk e kumprit këtë dënim, sa i përket klientit tim Nexhat Vllasaliut, unë në vendim i rond, burg i përjetshëm, në bashkëkryer, gjatë shërtimit kryesor ne kemi cek të gjitha të metat të cilat i ka pas akt akuza, fatkeqësisht ato nuk janë përfil. Mirë po, ky nuk o vendim përfundimtar, o vendim i shkallës parë, do të shoqërojmë të ardhmen se si do të rrjedhin gjërat. A keni prit aktgjykim lirues për Nexhat Vllasaliun? Po, është e pandeshme me thonë a kom prita gjykim lirues, unë atë e kom kërkue. I kom cek disa gjërat të cilat konsideroj që nuk jam vlerësu. Mirë po, ajo që është e gjykatës, vendimit e gjykatës fort nuk komentohen, mirë po, fatmirësisht ekziston mundësia për me apelu. Ne do ta presim vendimin, do të shoqërohem shkat të punëtar. A ndron pretendimi i prokurorisë për motivin financiar për vrasjen e Vedat Rexhepit? Unë atë motive kom kontestu vazhdimisht. Të e morë parasysh aftësinë financiare të pandehurit Nexhat, që ai financiari qëndron fort mirë. Unë e kom ngrit këtë çështje edhe fuqishëm e kom kundërshtuar, mirë po ajo nuk është akceptuar.